Ali Kultura, figura e komplikuar që nuk futet dot në një kuti politike. Më 28 maj 1891 në Kultur lindi Ali Kultura, një nga figurat më komplekse të politikës shqiptare të shekullit XX, nacionalist, jurist, deputet, opozitar, organizator politik, themelues I ballit kombëtar dhe një emër që historia shqiptare nuk mund ta trajtojë as me lavdërim të verbër, as me dënim të thjesht ideologjik. Ai vdiq në Mërgim në Itali më 24 shtator 1963. I ardhur nga një familje e njohur e kulturës, Ali Kultura mori formim të gjerë arsimor, ndoqi liceun Galatasaray në Stamboll, studioi në shkollën e lartë politiko-administrative Mkye dhe më pas vazhdoi drejtësinë në Rom, ku ndikua edhe nga idetë socialdemokrate të kohës. Ky formim e bëri atë pjesë të brezit politik shqiptar që nuk e shite shtetin si pronë personale të një sundimtari, por si institucion që duhej ndërtuar mbi përfaqësim, debat dhe përgjegjësi publike. Në vitin 1920, Ali Kultura mori pjesë në Kongresin e Lushnjës, një nga ngjarjet themelore të shtetit shqiptar pas luftës së parë botërore. Po atë vit, ai u lidh edhe me luftën e Vlorës, ku u shfaq si organizator politik e diplomatik në përpjekjen shqiptare kundër pushtimit italian. Burimet historike e paraqesin si një nga figurat që ndihmuan në mobilizimin kombëtar në një moment kur ekzistenca politike e Shqipërisë ishte ende e kërcënuar. Në vitet 1921-1924, ai ishte deputet dhe u rreshtuan në krahun demokrat të jetës politike shqiptare. Fjalimet e tij kundër qeverisjes së Ahmet Zogut e vendosën në opozitë të hapur me pushtetin. Në vitin 1925, pas konsolidimit të regjimit zogist, u largua nga Shqipëria dhe u dënua në mungesë nga regjimi I kohës. Në Mërgim, ai u angazhua në organizatën Bashkimi Kombëtar, duke vazhduar veprimtarinë politike kundër Zogut. Por Ali Kultura nuk është figurë që mund të lexohet vetëm nga faqja e parë e biografisë. Në luftën e dytë botërore ai u bë një nga themeluesit dhe drejtuesit kryesor të ballit kombëtar, organizatë që në fillim u paraqit si lëvizje nacionaliste, por që më vonë hyri në një nga zonat më të debatueshme të historisë shqiptare, marrëdhëniet me pushtuesit gjatë luftës dhe përplasja me lëvizjen nacional-çlirimtare. Burimet enciklopedike e lidhin rolin e tij në periudhën e pushtimit gjerman me bashkëpunimin politik të ballit me administratën e kohës dhe me konfliktin kundër forcave partizane. Kjo është arsyeja pse Ali Kultura mbetet figurë e vështirë. Ai ishte pjesë e atij brezi që kërkoi sovranitet kombëtar, që sfidoi autoritarizmin zogist dhe që solli në jetën politike shqiptare idenë e opozitarizmit, por njëkohësisht ishte edhe pjesë e një kapitulli të rëndë e të diskutueshëm të luftës së dytë botërore. Historia serioze nuk e pastron, por as nuk e fshin. Ajo e vendos në vendin e vet, si figurë me kontribute reale, gabime politike, dilema historike dhe pasoja që ende debatohen. Dekorimi I tij me urdhrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu tregon se shteti shqiptar pas diktaturës e ka parë Ali Kulturën si pjesë të trashëgimisë politike kombëtare, jo thjesht si një emër të dënuar nga propaganda komuniste. Ky urdhër shtetëror jepet për ndihmës të rëndësishme në mbrojtjen, forcimin dhe përparimin e Republikës së Shqipërisë. Ali Kultura duhet lexuar pa frikë dhe pa propagandë, si njeri I shtetit që Shqipëria nuk arriti ta ndërtonte plotësisht, si opozitar I hershëm kundër pushtetit absolut, si nacionalist që kërkoi Shqipëri politike, dhe si figurë që, në vitet e luftës, mori vendime që historia nuk mund t'i kalojë në heshtje. Sepse historia nuk është altar për të shenjtëruar njerëzit, as gjyq popullor për t'i zhdukur. Historia është kujtesë. Dhe Ali Kultura mbetet pjesë e asaj kujtese, I rëndësishëm, I debatueshëm, I papërshtatshëm për propagandë, por I pamundur për t'u fshirë.